Mumin Efendiu vazhdon karrierën në Pazar të Ri. Autoriteti i lartë i familjes së Jukbegoviqeve në Pazar të Ri ndikoi që Mumin Efendiu të vazhdojë edhe më tutje me profesionin e tij të gjykatësit shariatik. Ai zuri pozicionin e kryegjykatësit të gjykatës shariatike të rrethit të Pazarit të Ri, pozicion të cilin më herët e kishte ushtruar Qamil Beu. Shpërngulja e tyre në këtë qytet ndodhi në fillim të vitit 1939. Pazari i Ri në atë kohë dominoi nga shqiptarët dhe bosnjakët, por kishte edhe serb. Në shumë fotografi të kohës shihet prezenca e burrave shqiptar me plisa në kokë. Autoriteti i Mumin Efendiut sa vinte rritej, si rezultat i ndershmërisë, diturisë, përkushtimit dhe seriozitetit në punë. Përvoja e tij disa vjeçare në profesionin që po ushtronte, duhet të ketë qenë po ashtu edhe një shkak më shumë që ai të mund të bëjë i njohur dhe më famë në Sanxhak dhe Kosovë. Duke pasur parasysh rolin e madh të Qamil Beut në jetën politike dhe sociale, shtëpia e tij kishte qenë një kënaq gjithmonë i hapur edhe për figurat e larta politike dhe fetare të asaj kohe. Kryetari i Pazarit të Ri, Aqi Blyta, ishte miku i shtëpisë së Qamil Beut. Ai ishte me prejardhje shqiptare nga Kosova, që në fillim ishte afërti dhe ishte aktivist kryesor i themelimit të partisë së Xhemijetit dhe njerit u zgjodh edhe kryetari i parë i saj me propozimin e Qamil Beut. Roli i Mumin Efendiut do të jetë shumë i madh në ngjarjet që do të rrjedhin më tej. Ngjarjet historike që do ndodhin në vitet në vazhdim si shkak i luftës së dytë botërore dhe pozitës strategjike të Sanxhakut. Në këtë ngjarje, Mumin Efendiu do të delë si një figurë jashtëzakonisht e rëndësishme dhe me një ndikim të madh. Do të luajë një rol balancues në shumë momente delikate, ku do të jenë në pyetje jetët e njerëzve, por edhe fati të rajonit. Jeta e tij shpesh do të merr kthesa të papritura. Do t'i ndodhin ngjarje në të cilat do të dalë në shesh karakteri i tij për një altruisti të denj. Po ashtu në disa momente në të cilat gjykimi i tij do të jetë shumë i drejtë dhe korrekt. Edhe armiqtë më të mëdhenj do të pajtoheshin me qëndrimet e tij, sado që do ta urrënin. Në momente të caktuara, largpamësia e tij do t'i tejkalojë opinionet e kohës dhe rrethit në të cilat ka jetuar dhe vepruar. Me një fjalë, sprovat e jetës do ta ndërtojë një figurë nga e cila edhe pas sa viteve që kanë kaluar mund të merrë mësime të rëndësishme jetësore, patriotike dhe politike.